vitit të ri është nata më e rëndësishme e vitit, pasi mbledh gjithë familjen në një tavolinë, andaj që të jetë sa më veçantë kjo natë, edhe një tavolinë e dekoruar mirë, tërheq me shumë vëmendjen e familjarëve, të miqve që janë prezente aty. Dekorimi i tavolinës është detaj kryesor, pasi tavolina është ajo që do na shoqërojë gjatë gjithë natës. Shëmsia Dermako nga Grand Decor do na flet se si duhet dekorohet një tavolinë për ndrimin e motmotëve. Po si çdo festë tjetër edhe festa e ndrimit të motëve apo nata e vitit të ri që zakonisht na e quajmë është festë ku mbledh familje në rreth tavolinës edhe normale do në përkushtimin e saj jo vetëm të ushqimit, po dhe të pamjes së tavolinës. Kryesisht që rend kjo nata që nuk mungojnë asnjëherë, të marrë parasysh për dallim prej festave tjera këtu gjithëherë kemë bredhen, pjesë të bredhet, po në këtë vetë jo mundu që të kemë sa më dekor nga pjesë të marruna nga natyra. Në këtë rast kemi marrë drojt, kemi marrë boqat, në pjesën mbrapa veç ku po shifët që lidhet veç me tavolinën, kemi gështenja, kemi arat. Jo mundu të kemë sa ma tepër materiale të natyrës, jo vetëm këto që di me i ble, domethënë artificiale. Normal, pjatat janë pjesë e çdo tavoline, po në këtë rast mundohemi mi zgjedh ato që i kemë më të mira, mi përshtat ngjyrat. Mbulesa nuk është tamam një zbukurim, por një element që do i hapi rrugë pamjes së tavolinës tuaj. Për ngjyrë dhe modeli, duhet zgjedhur sipas rastit që keni në shtëpinë tuaj. Mbulesa e tavolinës do të dalloj, se shpesh herë dim kur zakonisht gratë cilat po punojmë, përgjithësi nga një na mungon edhe një mbulesë e thjeshtë e tavolinës, po flasim ditë për ditëshme. Ma shumë po i kushtohet rëndësia aty në mushemave të plastikës se sa çarshafëve të pambuk që i kemi pas më herët. Po në këtë rast nuk kam zgjedh një mbulesë që është shumë e veçantë, është për raste solemne, kjo nuk është mbulesë që do të përdoret për çdo ditë. Dhe vetë punimi i pjatave cilat janë me plak të argjentit punume, ma ka impunu të kemi edhe një mbulesë, domethënë që shkon me ngjyrë argjenti. Ndërsa pjesë tjera e përmenda që janë pjesë të marruna nga natyra, që ndoshta kur ti shiqoj që është një kontrast bajgi i madh mes veti, po që ka dalë bukur. Natyra është ajo që na mbush jetë dhe gjallëri, dhe gjërat që marrim nga ajo na hyjnë në funksion për gjithçka. Realisht çdo vit ka ndryshime të mëdha. Nuk është vetëm tregu i cili po na ofron mundësitë, sa më tepër po na ofrojnë edhe rrjetet sociale dhe interneti ku ti realisht hyn para se të hysh në festa, domethënë hyn në internet e kërkon diçka nga trendet e fundit. Aty domethënë shef se edhe jashtë shumë është i kushtuar rëndësi domethënë dekoreve nga materiale të marruna nga natyra. Ndoshta këto të marrë parasysh që shumë pikë kushtohet rëndësia dhe riciklimit, ne gjithëherë kemi parë kur kemi dalë me ecë natyrë, boqa pas që të kam bu për shtypje më parë, ndërsa tani i gjejmë i hasim shumë në për dekoret e festave të fundvitit. Drojt, normal, pavarësisht nëse jeton me një apartman me 3-4 dronjë që i merë, domethënë nuk është që dozojnë hapësirë shumë. Këto jo vetëm në tavolinë, po mund të kenë hapësirën edhe afër një kamini apo një komodine, varësisht për interiereve që i kanë. Më të vërtet po shifët se këtë vit i kanë kushtu shumë a shumë rëndësi dhe kjo është për t'u admiru, se jo me gjitha ato normal në mundësi që i kanë, nga njerëz do të ke shumë për të bërë diçka të mirë, me ato që i kinë shtëpi me pak modifikim mund ti ripërpunosh, domethënë edhe me pak ndryshime e duket që është pak më ndryshe për vitet kaluar. Detajet e vogla por shumë të rëndësishme, padyshim që janë dhe vendosja pjatave, pirunjeve, thikave dhe gotave në vendet e caktuara.
në mënyrë që të kemi sa më të lehtë ngrënien e ushqimit. Ndoshta sonte është vonë, se është dita e fundit, po zakonisht kur don me bo diçka të bukur kur nuk është vonë, me ato çka gjen në bar dhe ndoshta tash dhe marrë që tregu tash është i lirë, boça gjindën edhe me u ble, nuk është se patjetër dush me pas një brend në shtëpi apo me dalë natyrë për me i mbledh këto. Mirë po, me gjitha ato çka i kanë, unë kam pas emisione marrë kur kemi bo dhe figurat e bredhit, të njëjta që i kemi përdor vitin e kaluar me pak modifikimi, kemi ndryshu, domethënë ju kemi shtu ndoj xixë apo kemi ndryshuar ngjyrën e saj për ta përdor prapë vitin tjetër. Do mjafton kreativiteti dhe mjafton vullneti me bo diçka vetë. Dekorët na japin një pamje kritje të shtëpisë dhe na bëjnë më të veçantë natën më të rëndësishme të vitit.